kenë qasje? Në aspektin e institucioneve shëndetësore, më mendoj se secili qytetar ka qasjen e siguruar në këto institucione shëndetësore. Nuk ka hapësirë ose band ose lagje e cila nuk e ka qasjen në më pak se 5 minuta në institucionet e tyre. Përjashtim bëjnë disa fshatra të largëta, të cilat janë me numër të banorëve. Sipas legjislacionit në fuqi për me pas një AMF të hapur, ajo zonë ose ai territor duhet të ketë minimalisht 700 banorë, që ligji nuk na lejon të kemi një ambulant mjekësisë familjare në një fshat ose në një territor, përjashtimisht nëse territori është mbi 20 ose 30 km larg prej qendrës më të afërt, atëherë duhet gjendet një mes dhe të ketë një qendër të tillë. Mirë po në pjesë tjera, secili qytetar ka qasje në institucionet shëndetësore më të afërt, të marrë parasysh shtrirjen e këtyre 30 institucioneve. Unë e thash, është qendra kryesore mjekësisë familjare, 17 qendrat mjekësisë familjare dhe 9 ambulancat mjekësisë familjare funksionale në momentin që po flasim.